besoj që nuk hyn tek masat, për masat e dënimit mbi 5 vite, konsiderohet një mas e rëndë dënimi, dhe natyrisht që autori apo i dyshuari mundet që të prishi provat ose të aratiset, të iki. Kështu që nuk e besoj që zonja Balluku do rrezikoj kaq shumë, saqë të presi, të zvaritet procesi i Këshillit të Mandateve në mënyrë që të aratiset se zoti Ahmetaj, sepse mund të jetë kjo alternativë? Natyrisht që mund të jetë alternativë, por kur shikon këto akuza, këto nuk janë akuza të rënda, që do thotë ajo do përballet, do t'i qëndrojë, besoj. Megjithatë, një mundësi tjetër është që Këshilli i Mandateve nuk mund ta japë autorizimin. Me atë deklaratë të zotit Rama, pra me atë status, tregon që ai do që t'i tregojë pushtetit gjyqësor apo prokurorisë në rastin konkret që 83 mandate janë mandate që ja ka dhënë populli dhe natyrisht që do gjykojë mbi provat që do t'i sjellë organi i akuzës. Mund të jetë i pritshëm, që do të thotë ndoshta ai do të qëndrojë deri në fund